Vendimi i Ministrisë së Drejtësisë e udhëhequr nga zotëri Igor Filkov për të refuzuar zyrtarisht peticionin e studentëve dhe për të lejuar zhvillimin e provimit të jurisprudencës ekskluzivisht në gjuhën maqedonase përbën një hap serioz prapa në respektimin e të drejtave kolektive të shqiptarëve dhe krijon një pengesë të drejtpërdrejtë për përfaqësimin e barabartë në sistemin gjyqësor. Kështu tha Rina Ajdari nga Bashkimi Demokratik për Integrim në lidhje me peticionin e studentëve shqiptar për provim të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Ajdari thot se ky peticion, në vend që të trajtohej si përgjegjësi institucionale e kuvendit, u përcoll nga kryetari i kuvendit tek Ministria e Drejtësisë, duke shmangur kështu përgjegjësinë për gjetjen e një zgjidhje konkrete. Arsyetimet e Ministrisë të ndërtuara mbi interpretime selektive të legjislacionit dhe mbi një hierarki të një anshme juridike bien ndesh me frymën e kushtetutës, me ligjin për përdorimin e gjuhëve si dhe me standardet evropiane të barazisë dhe mosdiskriminimit. Ky vendim prodhon pasoja të drejtpërdrejta politike, shoqërore dhe institucionale duke shndruar gjuhën në filtr për ushtrimin e profesionit të juristit dhe duke kufizuar avansimin e kuadrove shqiptare në sistemin e drejtësisë. Tutje, ajo thot se që nga dita e parë kanë shprehur mbështetje për studentët dhe se kërkojnë respektimin e barazisë gjuhësore dhe kushtetuese në sistemin e drejtësisë. Ndaj, ajo thot se si grup parlamentar kanë dorëzuar në procedurë disa ligje. Kjo përgatitje dëshmohet përmes certifikatës së fituar me dhënien e këtij provimi. Për këtë arsye, ne si grup parlamentar sot kemi dorëzuar në procedurë propozim ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për provimin e jurisprudencës, me kërkesë që provimi të zhvillohet edhe në gjuhën shqipe, propozim ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për noterin, si dhe propozim ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për përmbarim. Ajo vlerëson se çdo përpjekje për relativizimin e statusit të gjuhës shqipe përbën shkelje të marrëveshjeve politike që kanë garantuar stabilitetin ndëretnik dhe orientimin europian të shtetit. Kujtojmë se 358 studentë shqiptar të fakulteteve juridike nga Universiteti Shtetëror i Tetovës, Universiteti e Europës Juglindore dhe Universiteti Nëna Tereza në Shkup nënshkruan në një peticion përmes të cilit i janë drejtuar kryetarit të kuvendit duke kërkuar që të ju mundësohet dhënia e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Peticioni u refuzua nga Ministria e Drejtësisë.